Opozitarja BDI nuk do ta mbështes ligjin për arsimin e lartë për arsye se siç thonë ky ligj e cënon autonominë universitare duke i mundsuar ministrit të arsimit por edhe vetë qeverisë ndërhyrje brutale në vendimarrjen akademike, në menaxhimin me financat e vetë universiteteve si dhe në udhëheqjen e institucioneve të arsimit të lartë. Përmes këtij ligji do të dobësohet demokracia e brendshme e universiteteve, ndërsa vendimarrja do të centralizohet në duart të disa individëve dhe grupeve të interesit. Liria akademike duhet të jetë e paprekshme, ndërsa institucionet e arsimit të lartë të jenë të pavarura gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre. Për arsyet e lartë përmendura, ky propozim ligj është i papranueshëm për ne dhe në asnjë mënyrë nuk do të ketë mbështetjen tonë. Nuk dihet nëse edhe Vlen do ta votojë propozim ligjin për arsimin e lartë, pasi nga ky koalicion na thanë se po e presin verzionin final për të parë në çfarë masa ato janë inkorporuar vërejtjet e tyre. Gjatë këtij procesi kemi paraqitur vërejtje dhe sugjerime, ndërsa presim verzionin final të propozimligjit për të parë në çfarë masa ato janë inkorporuar. Konsiderojmë se një reformë e tillë kërkon çastje gjithëpërfshirëse dhe konsensus të gjerë, përfshirë edhe grupet akademike, në mënyrë që të sigurohet cilësi dhe qëndrueshmëria afatgjate. Ndryshe, Ministria e Arsimit ka ripublikuar sërish projekt ligjin për arsimin e lartë, nga ku janë marrë parasysh ndryshyme si në aspektin teknik ashtu edhe në atë thelbësor. Megjithatë, ligji pritet të dërgohet në qeveri dhe pasi të miratohet të dërgohet në kuvent.